sjell vetëm vrasje, djegje shtëpish apo dëbim kolektiv. Ajo ka plagë të shumta tek njerëzit me të cilët ne solidarizohemi duke shtirë duart drejt tyre. Është Vasfie Goodman, fakt I gjallë I dhunës, për të cilën sot nxënësit tonë këtë të luajnë dramën e shkruar për historinë e saj. Edhe pse vuajtëm shumë si popull, kënga na përcjelli gjithmonë gjatë shekujve. Prandaj, do ta përcjellim po me këngë këtë program të organizuar nga nxënësit e shkollës sonë. Vinë nxënësit Urt Nahi dhe Gerta Jahjaka me këngë e ligjerime për të vazhduar me gjimnastik. Ju falenderojmë të gjithëve për planin tuaj, shihem të gatshëm. Në një fshat të vogël të Kosovës, dita ishte e qetë. Askur se dinte se pas kodrës pa floi nata me erët. A I keni një lajme, po thonë që fshatin tjetër kishin një miliciar në shkallurujta. Leve po zonë nëse besoj që të tjera. Shpresa për shterën së të hubu në kërë, po tuta piton njerëzit dhe pjanë zirë të keqër. Ojnën, a do të klipë për këtë luft? A do të nëndohen toga? Lutemi që jopi, lutemi që të kemi dritë e jo s'jarë. Vasfios u shua. Por në ishte, ajo në piti gjohë, me shpirë të fyrë, por me zemër që si të rëzua kur. Ata të një të heshtin, por se dinin që zëri saj të të shëptën në krap të tërë. Nata e mori Vasfien dhe në nara në tokë e thyre nga dhimja. Kroat e fshatit përpiqeshin pa qëtësënin, për nuk mundin. Me gjitha të, me sërësirës dhe frikës, një hapi pagus të rëngret. Vasfia për largohi, për zarma e saj, vazhdet të rrete, duke mbajtur gjallë shpesën për të nesërmen.
të takuan sërish. Dhimbja dhe frika u tonë në lot, por jeta gjeti rrugën e saj drejt shpresës. Në atë përqafim, nisën edhe hapat e parë të rikuperimit dhe forcës për të ardhmen. Edhe pse trupi i saj ishte i lodhur dhe mendja e tërmut, një dritë e vogël filloi të udizet brenda saj, duke shpërndar pjesë e errësirës që kishte puluar për kaq gjatë. Errësira e natëve të tmerrshme nuk mund ta shuante shpresën që përninte në zemrën e saj, dhe ngadalë ajo vdiq forcën për të përballuar dhimbjen, për të kapërcyer frikën e për të ecur me guxim drejt një fillimi të ri. Pas shumë vitesh larg shtëpisë, Basfia kthehej me vetmike. Çdo rrugic, çdo pemë, çdo gur i njohur i përplasni kujtime të lidhura dhe shpresa të fshira. Trupi i saj ishte i lodhur, por zemra e fërë nga emocionet që nuk mund t'i përbante. Kthimi në vendindje nuk ishte vetëm një hap mbi tokën e njohur, por përballje me plagë që ende nuk ishte mbyllur. Fjalët e njerëzve, shikimet dhe ishta beshonin rë mbi zemrën e Basfias. Megjithatë, mes dhimbjes dhe trupit që nuk ishte i saj, ajo zgjodhi të ecë përpara, sepse kthimi i saj ishte vetë fitoria, një dëshmi se, pavarësisht ç'të shkoje, ajo ishte mbijetuar. Pas vizitës në vendindje, kujtimet nuk i lanë Basfiën të qetë. Edhe larg luftës, ajo ndjente të pishin e saj çdo ditë. Mes njerëzve që e dënin, ajo përpiqej të gjente fjalë për dhimbjet që kishte hequr për vite. Që kur jemi kthyer, të shoh për të menduar. E di që kjo vizitë ka hapur plagë të reja, por ti duhet ta dish se ne jemi këtu dhe nuk kemi frikë të përballemi me të kaluarën tënde. Ka ditë që t'jem e forta që nuk më pësh, po, ka dhe të tjera që kam shumë frikë. Njerëzit më gjikojnë, pa lidhur se çfarë kanë kaluar. Ndonjëherë mendoj, a do ishte më mirë nëse isha kthyer fare? Mos të shoh kur në vetën tënde, ti më ishte si dama e mirë që më bëj. Si ne për të tjerëve të ndikojnë aty. Po ai më kanë larg nuk së ndaj kohë, sepse fitore nuk ndodhet. Çfarë do të vendosësh, të flasësh apo të plasësh? Unë jam e ty. Ti je më e forca e çfarë. Zëri yt është shpresa e loga. Nëse ti flet, ato do të gjejnë kujtime. Ishtja ka zonë njatë. Tani ardh koha që fjalët të marrin zë. Ndoshta nuk jam gati sot, po s'thua t'jem që t'jetër. Fjalët e mia mund të ndihmojnë dikë tjetër. Edhe atëherë, unë do të flas. Në mesin e fjalëve të thjeshta dhe mbështetjes së sinqertë, Basfia filloi të kuptoi se shërimi nuk vjen menjëherë, por hin nga dashuria, mirëkuptimi dhe gëzimi për të mos të dorëzuar. Dhe pikërisht aty, mes njerëzve që e pranuan ashtu siç ishte, nisi një kapitull i ri i jetës së saj. Përshëndetje Basfia, kam ardhur sot të dëgjoj historinë tënde. Jo për lart, por për të vërtetur në libër. Ai gati të flasësh.
jam lodhur të pesishtë. Nuk dua të jem viktim, dua të jem dëshmitare. E vërteta jote do të hapëtyr për shumë rrotë të tjera që kanë kaluar nëpër momentet të gjashtë. Unë jam pasia. Ata ma marrë trupin për lëshmitje. E unë dua drejtësi. Jo vetëm për vitën time, po për çdo vajzë që mund të flasë, për çdo nënë që unë të bie, e për çdo shpirt që u thyesu me gjama kohë. Ka marrë dhe këtë për një ndryshim. Zëri yt është dëshmia ime, dhe sot ai vetë dëgjuar. Ti je shpresa për një ndryshim. Unë nuk kam tërë, duhet e kena ata që na bënë këtë, që na shkatruan, e na vranë zërish. Unë flasë, edhe pse flika u kam lidhë në gojë tjetëve, e heshtja indi pra pas jezis. Flasë, që hjekje tona të jenë dëshmisë kaluarës, e që bota e re të mos ja vetë. Ata menduan se do të ashuanin zërin e saj, për haruan se zërat e mbjetesës janë të gjallë dhe në kushuan kur. Historia e marrësisë është vetëm historia e nevojëse për zëri i të gjitha grave. Është drita që nuk mund të shuhet kur.